Jeta Statovci, deputete nga radhët e partisë Guxo, ka reaguar pas deklaratave të Hykmete Bajramit të LDK-s, e cila tha se Vjosa Osmani është fajtore pse LDK-ja kishte rënë në 12% të votave në rang kombëtar në vitin 2021. Sipas Statovcit, pikërisht LDK-ja ka qenë ajo që e ka përjashtuar nga ky subjekt Vjosa Osmanin dhe se kostoja elektorale që pësoi për këtë veprim e 12%-it ka qenë pasojë e shkeljes së demokracisë së brendshme në parti, por edhe jashtë saj. Zonja Hykmete Bajrami pas ka deklaruar se presidentja Vjosa Osmani pas ka qenë fajtore përse në zgjedhjet e vitit 2021 LDK-ja ka dalë 12%, por zonja Bajrami pas ka harruar se presidenten Osmani, partia e saj e ka përjashtuar nga LDK, se kostoja elektorale e 12%-it ka qenë pasojë e shkeljes së demokracisë të brendshme në LDK, por edhe jashtë saj. Përjashtuan personin me besimin më të lartë elektoral që nga koha e presidentit Rugova. Kostoja e paguar ka qenë dërgimi i vendit në zgjedhje në kohë pandemie, prishja e besimit me qytetarin dhe arroganca e gatishmëria për të nënshkruar marrëveshje të dëmshme për vendin dhe bashkëpunimi me një PDK komplet të pareformuar. E presidentes Osmani i kalon mandati edhe pak muaj, andaj bëni kujdes se mundet fare lehtë të ju kthej prap në 12% me argumentet e saj politike, konsistencën ideologjike që ka me bazë trashëgiminë e presidentit Rugova, jo të këtij diskursi destruktiv të LDK-s që amniston listën serbe e fajson të tjerët për rezultatin e tyre, shkruan Statovci në rrjetin social Facebook. Këshilltarja e presidentes Vjosa Osmani, Donika Kadaj Bujupi, ka reaguar ashpër pas deklaratave të nënkryetarës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, në të cilat ajo përmendi presidenten Osmani dhe u shpreh pa rezerva në lidhje me listën serbe. Kjo e fundit ka deklaruar në emisionin Debat Plus se nuk e ka problem të bashkëpunojë me listën serbe, derisa e ka fajsuar presidenten Vjosa Osmani për rënien e LDK-s në zgjedhjet e vitit 2021 në pragun e 12%-it. Unë bash hiç problem nuk e kam listën serbe, bash hiç, sepse çdo qeveri e ka pjesë përbërëse të saj, bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, tha Hykmete Bajrami në deklaratën që tronditi skenën politike kosovare. Lista serbe, partia e cila funksionon në ndikimin e Beogradit dhe e ka bojkotuar më parë institucionet e Kosovës në veri, shihet si instrument politik i Serbisë në Kosovë. Nuk ka asnjë kuptim e rezon shtetëror që një deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës, profesoresh universitare e madje nënkryetare e një partie tradicionale në politikën tonë, të mos ketë asnjë problem me subjektin më agresiv kundër shtetësisë sonë, listën serbe, por të zgjedhin të sulmojnë publikisht në një emision televiziv presidenten e Republikës pa asnjë motiv racional. Ato sulme po vazhdojnë edhe sot me gjuhë ofenduese e përplot shpifje e tentim e denigrim, shkroi Donika Kadaj Bujupi në Facebook. Sipas këshilltares së Osmanit, presidentja punon çdo ditë për forcimin e shtetit, sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit. Cila është porosia që deputetja në fjalë ka dashur të përcjellë qytetarëve me këtë qëndrim? Mbetet të besohet se nuk i ka llogaritur mirë fjalët dhe emocionet, sepse vështirë të besohet që dikush të mos ketë problem me listën serbe, por të ketë problem me presidenten e vendit të saj. Vetëm urrëtia patologjike mund të verbojë dikë kaq shumë, saqë me 10 herë t'i referohet kreut të shtetit vetëm me Vjosa Osmani e jo si presidente. Logjik jo që e shohim vetëm në mediat e Serbisë. Presidenti Osmani nuk është person privat, por presidenti i Republikës së Kosovës që para se të zgjedhet nga kuvendi mori bekimin e mbi 300.000 votave të popullit të Kosovës. Këtë besim e mori sepse ajo mbrojti të vërtetën dhe dinjitetin shtetëror, ka shtuar Donika Kadaj Bujupi.